Keni probleme me kapslokun, ja si të shpëtoni nga ky siklet brenda ditës. Cilat janë ushqimet që t'ju ndihmojnë për këtë problem? Kivi është një frut i shëndetshëm që nëse hahet në mëngjes, vë në lëvizje zorrë dhe mbele. Drithrat në formën e bukës apo makaronave janë të pasura me fibra që ndihmojnë në luftën kundër kapslokut. Bishtajoret përveç se përmbajnë proteina bimore janë gjithashtu të pasura me fibra, të cilat stimulojnë zorrët. Kumbullat e thata janë një laksativ i shkëlqyer natyror, por mbi të gjitha janë edhe të shijshme, ndaj konsumojeni ato shpesh. Aloe vera bën mirë për shumë funksione fiziologjike, ndër të cilat edhe për sistemin e tretjes dhe veçanërisht për zorrët tuaja.